do ketë mundësinë për ta sjellur vendin në një situatë të zgjedhjeve të lira, demokratike, në rrethona krejt normale të mbajtjes së zgjedhjeve, siç ka pas tradit Kosova para se Kurti ta bënte gjuhën elektorale për vetë se populiste, fragmentuese, armiqësore ndaj kundërshtarëve politik. Zoti Abazi, gjithë kjo situatë e krizës që vijon nga zgjedhjet e muajit shkurt dhe tashmë jemi në fund të shtatorit, edhe ky dëmtim i raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se do të ndikojnë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë? Në fakt nuk ka se çfarë të ndikoj drejt për së drejti, sepse Kurti nuk ka arritur që të penetrojë në komuna dhe në nivelin e komunave, në nivelin e njësive lokale, Kurti ka pasur pushtet në 3 komuna nga zgjedhjet e kaluara lokale dhe në të treja nuk ka ndonjë rezultat me cilin shumë mund krenohet, në fakt 4, përfshirë po Dujevën, por këto janë komuna që kanë përsëritur gabimet e së kaluarës ose nuk kanë arritur që as për së afërmit të përplotësojnë, si themi, premtimet që ishin bërë megalomane në raport me parti tjera. Ndërsa unë mendoj që Kurti do pësoj një fiasko tjetër në nivelin lokal dhe gjithashtu Kurti do të pësoj fiaskon finale në mashtrimin që ka bërë me Veriun, se kinse atje është shtruar sovraniteti për gjithmonë dhe nuk mund të ketë më, si themi, ndikim Beogradin mbi Veriun e Kosovës dhe 12 tetori, jo për knasin time, për kundrazi. Unë e vuaj faktin që për 4 vite Kosova është mashtruar, populli i Kosovës është mashtruar për idenë se kinse pas kemi bërë ndryshimin e madh në Veriun e Kosovës. Dhe kjo sigurisht që e ka bërë Kurtin, si themi, jo rehat, dhe do e shihni që përveç se në Mitrovicë, që mund të ketë një deportim në Mitrovicën e Jugut, Kurti nuk ka arritur që të krijojë koncept qeverisës as në nivelin qendror, as në nivelin lokal, dhe qytetarët janë realisht shumë më afër partive tjera, përfshirë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila do mbajë pozicionet në komunat që kemi, Gjakov, Deçan, Klin, Suarek, dhe natyrisht edhe në Pej është pretendent për të marrë pushtetin, ndërsa Kurti do bie realisht në nivelin e një humsi të madh në nivelin lokal. Edhe pyetja e fundit, zoti Abazi, këtë bllofin e Kurtit që po e theksoni me Veriun e Kosovës, do ta nxjerrin në pa zgjedhjet e 12 tetorit, pra që si është situata reale dhe si është ndryshe nga ajo që pretendon Kurti, që është vendosur sovraniteti gjatë qeverisjes së tij, apo? Po, më falni nëse nuk isha shumë i qartë, sepse audienca sigurisht ndonjëherë me detaj, por pikërisht ju jeni shumë korrekt. Me 12 tetor, komunat e Veriut Kosovës, përfshirë Mitrovicën e Veriut si komunë vete, Zubin Potokën, Leposavicin, do mbajnë zgjedhjet lokale dhe kryetarët atje për shkak të numrit të popullatës që është me pjesë dërmuese serbe, kryetarët do vinë nga lista serbe. Dhe natyrisht që sipas marrëveshjeve të parapara në Bruksel, ku edhe Kurti ka nënshkruar në Ohër dhe në Bruksel, këta kryetarë serb do jenë ata të cilët do marrin vendime të cilat realisht realizojnë të drejtën sipas marrëveshjeve të nënshkruara 2013, 2015 dhe të konfirmuara nga Kurti në Bruksel dhe në Ohër, që do kanë fushë të gjerë të veprimit deri tek edhe vetë menaxhimi, që është realisht një tentim shehje të asaj që quhet një